Mirdita, dokumentat pa kundërshtueshme faktojnë krimin e shëmtuar kushtetues elektoral të Edi Ramës, manipulimin e tij ekstrem, shtetëzimin e procesit votimit të diasporës nëpërmjet akteve më madhore korruptive të njohura ndonjëherë. Shtetëzimi dhe manipulimi i votës shumicës shqiptarëve që jetojnë jashtë vendi dhe që kësaj here me një përfaqësi prej 340.000 vetësh zgjodhen të votojnë, është një goditje rand e idealeve të lirisë të shqiptarëve, e përpjekjeve të tyre madhore për të qenë së bashku pavarësisht se ku jetojnë, për të gëzuar të drejtat kushtetuese të vendit të origjinës. Ky manipulim është i paprecedent në historinë e votimeve të diasporës dhe mund të them këtu se në dijenin time, diaspora shqiptare është e fundit që fitoi të drejtën e votës. Shqipëria kishte mbetur i vetmi vend në të cilën një lloj si në ditë më të zeza të diktaturës komuniste, shqiptarëve jashtë vendi nuk u lejohej të votonin pavarësisht se ata në kushtetut dhe në dokumenta zyrtare kishin të drejtën e të ushtonin të drejtën e votës dhe ishin të listuar në listat e votimit. Ky akt hakmarrës primitiv poshtrues për çdo qytetar shqiptar, ky akt shkelmues i idealeve të lirisë të shqiptarëve, de facto shndroi procesin elektoral të diasporës në një instrument të shëmtuar të narkoshtetit shqiptar, narkodiktaturës në Shqipëri. Partia Demokratike në betejën e saj, në luftën e saj, për votën e lirë të shqiptarëve, ka besimin më të madh se diaspora në Shqipëri, diaspora shqiptarëve, diaspora në vende tjera e Shqipërisë, do të mobilizohet dhe angazhohet me të gjithë forcën potencialin e saj kundër narkodiktaturës së Edi Ramës në Shqipëri dhe do jap kontributin e madh në rivendosjen e të drejtës së votës qytetarëve shqiptar në Shqipëri dhe kudo që janë. Në këtë rast, ftoj të gjithë qytetarë shqiptar që votuan të përgatiten për një luftë pa kompromis kundër këtij narkoshteti, si një ndëshkim i merituar për krimin monstruos kushtetues që kreu ndaj atyre dhe vendit dhe për rikthim në drejtë së votës qytetarëve shqiptar. Këtu janë të përgatitura janë video të përgatitura për të dëshmuar se si nëpërmjet mekanizmave korruptive Edi Rama nën kontraktorëve ambasadave të tjerë e shtetëzoi procesin e votimit
dhe realizoj manipulimin më të madh. Urdhoni. Dengje me vota, vazhdo. E njëjta. Urdhoni. DL-ja. Ky me krah votash, shkon drejt konsullatës. Duhet përgëzoj shumë demokrat e Selanikut për punën e shkëlqyer që kanë bërë në dokumentimin e këtij procesi, manipulimit të këtij procesi. Të zarfim dorë ty. Përshëndetje. Po më dërguan në email një adres, e të thënë do vish nga ora 9 deri në orën 2, nuk e di ku ishe, po më dërguan thanë në Mesogjo. Edhe unë isha në punë ato ore dhe s'mundet të vija ta meja. E mora telefon, më thanë, e mora telefon, edhe më thanë që ka ikur zarfi që këtej. E mora dje. Ku ka shkuar? Ku ka shkuar? Nuk digje. Po bje numër telefonike, zdigje, ik te kteli. Vajte te kteli ku isha regjistruar, aty poshtë. Edhe më thanë që atje do vesh, prap. Sot isha gjela pa punë, ka stile, për të vajtur atje. Vajta në mëngjes, më thanë, këtes ka ikur zarfi, ka që të shtunë e parë. Po ku të vete unë, nuk digje. Mora telefonin shok, më tha mua ik patision. Vajta patision, atje i thash kështu janë filani. Ku mu ta kem unë, se i thash isha me veja, me Mesogjo. Edhe më tha dere të futevi qikë fonë. Këtë ka babë, më dërgoj këtu një gjizi afijes, në kjo papë. Ajo s'ka lidhje fare me këtë... Luajt e fatur. Të riqe me të zarfa. Erdha këtu, me mora, më tha mua, dorëzore, po nesër pas fesë. Pastaj, ku e di unë se do përfundojnë në dorë të saktë kjo zarfim. Lali ti ka dhënë numër telefonit? I kam dhënë email, numër telefonin e Andres, të gjitha. Mojnë telefon njeri? Jo. Faleminderit. E morëm, pas shumë përpjekësh e morëm. Ku e more për e ti? E morëm në qendër u papi, kështu, qendër llogarie. Lore fati, ha? Po si vajta aty, du? Më ne ndroj qendra të referirëve të saktë, faktikisht unë e falënderoj ata, po faktikisht konstatohet që është një gabim shumë i madh. Se ky zat, Po? Po? nuk ka të drejtë të vejnë në për qendra të tjera si Shesh Opapi, që janë qendra, për mua janë qendra korrupsione. Njerëz që luajnë në thënë lojra fatë. Po. Edhe unë u habita se si, dhe i falënderoj shumë këtë KDL-s që do të qendrës që më gjetën në adresën. Faktikisht është bërë një gabim në adresë. Edhe thuhet se unë s'po e tregoj. Po, nesër. Sa është do të thënë adresa ime, po unë e kam deklaruar 3032. Tu më kam bërë 130, 132 dhe filan adresë. Ti kishe dhënë dhe telefon apo? Kisha telefon. Po si mbas te, Nuk më morën asnjë. po mirë, si mbas te, ku duhet të ishte ky zarfi? Ku mund ta merr? Ky zarfi duhet të ishte, do të them në shtëpinë time. Duhet të më merrni në telefon. Për dhënë adresën e saktë? Po, adresën e saktë. Unë kam numër telefoni, kam kod,
kam e email, i kam të I gjitha. Këto i ke dhënë ti kur regjistrove? I ke dhënë. Edhe më bërë një gabim, edhe tash ky gabim është paguar, tash ky gabim paguat në këto qendrat. Po. Sa larg shtëpisë që kjo? Ajo është 500 metra larg shtëpisë. 500 metra. Edhe tash kjo zak, vjen më pak, ose në si themi në shqip. Lori dhe fatit, rëvëret të fatit. Kishte zarfe... Faktikisht, kam thirru policinë. Pse? Kam thirru policinë se ju pojtë pa drejtë, domethënë që gjendet një zarf shtetëror, Po? Ky zarf vjen në shtet tjetër, edhe ka një si thoni, si të themi në Një marrëveshje. Që kjo fakel, ose si po themi me kjo zarf, ndodhë. Pse s'u bën një përpjekje që një, po s'kam në telefon. Zoti Perikli, zarfi gjendet këtu. Qa bërë me policinë ti? Se kënë e intereson. Faktikisht i bëra denoncim. Denoncim. Që zarfi jo? Zarfi jo se gjendet e ju. Dhe ata dhe personua më dhëtë marrin branë, e thashun mua nuk më merë do të prabeta. Unë zarfën e kam këtu, e mara, e kam këtu, ky zarf këtu në këtë objektin këtu është palish. Pra, qa adrese ka kjo? Qa adrese është kjo Lora të fatit? Që more zarfin ti? Nuk e këtu se... Adresa ku e more zarfin, si është? Po, adresa është një Galopolios, Afies 7, Gizi po pak. është marrë zarfi juaj. Kishte zarfe të tjera, a? Kishte zarfe të tjera? Kishe shumë zarfe të tjera. Qendra të Bixhosit, Edhe, nësa kuptoj unë, janë atje... përdorur gjithësisht pra. Adres. Bixhos Zhilin, atë ke lojë Bixhos atje, ku rrën të zarfat, edhe shpezoj rasin. Dhe kujtojnë se do kalojnë atë ky model, se ky model ku kalon do të në.